Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të analizuar pak ngjarjet më të fundit që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Në vend që të mbyllet nata me fest, që të mbyllet nata me një gotë dolli, për të manifestuar banorët që arritën deri në këtë ditë, do me thënë nga dita 0 deri në finalen e madhe, më besoni që është një arritje, për ato të cilët janë aty brenda, është sfida më e madhe ndoshta që kanë kaluar në jetë, sepse ditët e tyre kanë qenë nga mëngjesi deri në darkë, ditë me zënka, ditë me dinamika, ditë me diskutime, ditë me lëndime, ditë me mall, ndoshta jo ndoshta, por në këtë format e njeh atë njeriun tjetër brenda vetes që ti nuk e patur fatin që ta njohësh një jetë. Dhe pikërisht këto banor nuk përzgjedhin që ta bëjnë dollin, por këto përzgjedhin që të grinden, që të ofendohen, që të denigrohen, që të ulin imazhin e tyre deri në fund. Por përpos këtyre ofendimeve dhe denigrimeve, përpos këtyre luftërave që nuk ndalojnë në Big Brother, që siç duket këtë luftën do ta marrin deri në podiumin e fundit, dhe edhe në atë podium do të ketë luftë, do me thënë me luftë kanë hyrë, me luftë do dalin. Sonte banorët kanë patur edhe një lloj nate sqarimi, le të themi. Për shembull, nuk ma kishte marrë mendja kur që do të shoh në verandë të ulur bashkë Mateon, Mirin, Rogertin dhe Selin. Por siç duket, fenomeni Big Brother, tashmë janë këto të katër në shtëpi, e bën që edhe të pozicionohen në një kënd. Tani, çfarë arriti Rogerti të bën? Fillimisht një herë Rogerti arriti që ta ketë Selina në krah, kundërdrejt një debatit me Mirin. Sonte Selina ka qenë për herë të parë në gjithë këto ditë brenda asaj shtëpie, ka qenë shumë e qetë në raport me debatin që po bëheshte me Mirin. Miri ishte i vënë në shënjestër, do me thënë nga Rogerti, nga Selin, duke e pyetur për të gjitha gjërat që Miri ka lënë pezull brenda asaj shtëpie, që realisht Miri nuk ka sqaruar asnjë gjë. U përhap, do me thënë, u rikthye, le ta them kështu, edhe një herë muhabeti i incestit. Një muhabet që Rogerti ja ka thënë Mirit, dhe Selina e pyeti që e ke sqaruar këtë gjën, Miri tha që ne këtë gjën tha e kemi lënë ta sqarojmë jashtë. Më pas Selina dhe Rogerti kërkonin sqarim përse Miri nuk e ka sqaruar në asnjë mënyrë punën e krevatit dhe përse e vazhdoi dhe përse nuk e mbylli. Por sekreti i kësaj është shumë i thjeshtë. E kishte interes, sepse ishte i vetmi faktor që Miri dilte në finale. Tani Miri ose e ka pa Big Brotherin që më herët dhe ka krijuar një konkluzion që në qoftë se vitin e kaluar kanë qenë kryefjala divanet, le ta bëj unë këtë vit kryefjalë krevatin, që publiku shqiptar të ketë se ku të kapet dhe banorët të kenë se ku të kapen dhe unë të dalë gjatë gjithë kohës në prime. Është e vërtet se nga krevati Miri ka qenë që në ditën e parë deri në prime-in e fundit, Miri ka qenë tema kryesore e këtij spektaklit. Le të vazhdojmë më tej. Diskutimet ishin të gjitha tek Miri, edhe në shtëpi, edhe tek shqiptarët është krijuar një konkluzion që Rogerti ka shkatruar marrëdhënien me Mirin. Tani, unë mendoj që logjika e Rogertit është lojë. Dhe Rogerti në momentin që do t'i hapën ato dyert e asaj shtëpie dhe do të largohet nga ajo shtëpi, akoma pa marrë informacionet, Rogerti do të thotë se çfarë ka ndodhur këtu, unë e lë këtu dhe tani me këto banor unë vazhdoj jashtë në një mënyrë jashtëzakonisht të mirë, sepse Rogerti e kishte për qëllimin t'i dhurojë spektakël televizionit dhe publikut dhe në formën që Rogerti ka përzgjedhur ta luajë lojën, kështu jepeshte spektakli. Unë e kam thënë, jam ndër të parët gazetar që e kam thënë që Rogerti do të shkatron raportin me Mirin në fund dhe Miri këtë gjë nuk e imagjinonte dot. Miri mendoi se Rogerti doli në finale dhe Rogerti do ndalon. Përkundrazi, Rogerti tani e ka lojën më të fortë. Tani e ka inatin më të fortë për ta fituar çmimin e madh gjithmonë, sepse Rogerti me Mirin nuk ka gjë personale. Rogerti thjesht dëshiron që të krijon tani në javën e fundit një afrimitet me Selinën,
që t'i kthehen kundër Mirit dhe ta godasin Mirin gjatë gjithë kohës, se Rogerti nuk e ka më shumë në interes Mateon, e ka më së shumti në interes Mirin, sepse Mirin e kishte aleancën në shtëpi dhe Rogerti goditi aleancën. Rogerti goditi Juelën në momentin kur Juela ishte më në krizë dhe e nxori nga shtëpia. Tani Rogerti bën këtë analizën që unë të godas Mirin, unë të ofendoj Mirin dhe unë ta fitoj këtë Big Brother, ndërsa Mirin ta dobësoj në lojë. Më thënë, kjo është analiza e Rogertit. Mirin e shoh pak i tronditur në fakt nga goditja që i bëri Rogerti. Miri nuk e priste që do të shkatrohet aleanca që kishte ndërtuar, sepse Miri këtë aleancën e ndërtoi në kuadër të interesit të tij, sepse mbeti i vetëm dhe i vetëm kishte frikë që ta vazhdon lojën përpara. Dhe duke patur frikë, Miri tha që unë më mirë të pozicionohem tek Rogerti, vërtet është negativ, por është banori më i mirë i shtëpisë dhe unë dal perfekt aty sepse unë do mbaj qetësinë time. Dhe Rogerti është një analist i fortë i kësaj loje. Rogerti ka analizuar lojën, ka studiuar lojën dhe në fund ka dalë me një konkluzion. Unë do t'ju bi të gjithë banorëve dhe më në fund do t'ju bi të gjithë atyre që unë i kam patur në krah. Dhe sot unë do të them që unë jam mbreti i kësaj shtëpie, ju rash të gjithëve, ju nxora të gjithëve dhe ja unë ku jam këtu. Do të thënë, kjo është analiza e Rogertit, ndërsa analiza e Mirit tashmë është krejtësisht ndryshe. Unë në fakt e kam pritur Mirin që të jetë pak më i agresuar me Rogertin, më në hatërmbetje në fakt me Rogertin, por siç duket edhe Miri në një farë mënyre ja kupton këtë filmin dhe këtë lojën Rogertit, se çfarë Rogerti dëshiron të bën. Dhe Rogerti e vetmja gjë që sonte dëshiron të ta bën, ishte ta bën përballjen të fortë të Selinës edhe të Mirit. A ja arriti ta bën? Po, ja arriti, sepse Selina dhe Miri debatuan, ngritën zërat, eskaluan. Dhe mbështetje në një farë mënyre të papranueshme, por të ndjerë nga ana e Rogertit, Selina e kishte Rogertin në këtë debatin, sepse Rogerti mbështeste fjalën e Selinës, nuk e mbështeste fjalën e Mirit. Më thënë, Rogerti dëshiron që të krijon një katërshe aq të përçarë sa që me luftën më të madhe të shkojnë drejt fitores, sepse kjo është pika që Rogerti mund ta fiton këtë spektakël dhe këtë Big Brother. A do t'ja arrije? Unë mendoj që Rogerti ja ka arritur dhe ndoshta për herë të parë në një finale të madhe, në fillimet të finales do të flitet për një temë në të cilën Rogerti siç duket është kryefjala. Unë e shoh Mirin pak të trembur, e shoh Mirin pak në tension, do me thënë nuk mi jep argumentet siç dua unë t'i ndëgjoj, në argumente ka shumë luhatje, do me thënë nuk e jep asnjërin argument të përgjigjeve që ai ka nga banorët e tjerë për pyetje që i bëjnë, të jetë argument i bindshëm që ne të bindemi që është vërtet ashtu, do me thënë ka luhatje dhe kjo pak më çon të mendoj ndryshe. Si e shikoni ju këtë situatë?